Përshëndetje të dashur miq. Sot do të gatuaj fileto patlıgjani të mbushura me qofte. Atëherë, për këtë recet kam 4 patlıgjan të mëdhaja, kam 500 gram mish të grirë, një kokër qep të cilën e kam grirë holl në rende, kam 150 gram djath kaçkavall, mund të përdorni çdo lloj djathi kaçkavall që juve ju pëlqen. Krip, piper, kam gjysmë tufë me majdanoz dhe kemi vaj për të skuqur patlıgjanet. Dhe për pjesën e salcës kemi 400 ml e kam salcë, kam 3 thelpime hudhra të grira shumë imët, rigon dhe krip. Dhe për t'ia shtuar sipër një dorë me djath kaçkavall, por është preferenciale djathin që doni t'i shtoni sipër. Nëse nuk keni dëshirë dhe s'ia shtoni fare. Atëherë, receta është kjo dhe si fillim do fillojmë me patlıgjanet. Patlıgjanet do t'i presim në feta të holla dhe do t'i skuqim në tigan. Kam vendosur tiganin në zjarr, unë do përdor një tigan në zgar, po themi që është me vija, por mund t'i skuqin dhe në një tigan të thjesht me vaj. Në qoftë se nuk doni fare që t'i përdorni me shumë vaj, po themi mund t'i fusni në furrë, vendosni një letër kuzhine në tavë, spërkateni me vaj dhe mund të vendosni fetat e patlıgjanit. Si patlıgjanin e shikoj që është skuqur nga njëra anë, do ta kthej nga ana tjetër, e spërkas me pak vaj dhe e kthej. Pasi kthej nga ana tjetër do t'i shtoj pak krip sipër. Jo shumë, por pak. Patlıgjanet i kam përfunduar, ky është tigani i fundit, do t'i lëm të ftohen dhe pastaj do t'i mbushim. Pasi janë skuqur patlıgjanet, do t'i lëm që të ftohen dhe do përgatisim mbushjen brenda. Atëherë kam mishin e grirë, qepën kam të cilën e kemi grirë imët, majdanozin, do shtojmë krip, po jo shumë krip, sepse do shtojmë dhe djathin kaçkavall, normalisht ka krip. Do shtojmë piper dhe djath. Përdorni çdo lloj djathi që ju dëshironi, rëndësi ka që djathi mos të ketë aromë ose shije të fortë që të na prishi gatimin. Do ta punoj me dorë, të përzihen mirë të gjithë përbërësit. Atëherë mbushjen e kemi bën gati, marrim patlıgjanin, me një lugë të vogël do marrim nga mbushja, do ta bëjmë kështu me dorë, si një qofte të vogël, dhe do ta vendosim në fillim të patlıgjanit, të filetos të patlıgjanit, dhe do ta mbështellim në këtë mënyrë, e bëjmë role dhe e vendosim në tavë. Kështu do veprojmë sa të mbushim të gjitha filetot e patlıgjanit. Bëjmë me dorë një qofte të vogël, në këtë mënyrë, e vendosim thamë në fillim të filetos të patlıgjanit dhe fillojmë dhe e mbledhim. I kam mbushur filetot të patlıgjanit dhe do përgatisim salca që do t'i shtojmë sipër. E shtojmë në një tas të madh, po themi, që të bëhet mirë përzierja e përbërësve që do hedhim, ose e kundërta mund t'i shtoni direkt sipër patlıgjaneve, filetos të patlıgjanit. Kam hedhur salcën, rigonin, hudhrën të cilën e kam grirë, do shtoj pak krip dhe do ta përzijim mirë. Do ta përzijim që të përzihet mirë
Pudra kripa dhe rigoni. E trazojmë. Dhe do t'ja shtojmë sipër filetove që kemi mbushur të patallxhanit. E shtojmë që të lyen mirë, gjithandej. Kemi shtuar të gjithë salcën. Sipër, nëse keni dëshirë, mund të shtoni pak vaj ulliri. Jo shumë, se duke qenë që në rregull edhe patallxhania thith pak vaj, po themi. Atëherë, e kemi gati. Në qoftë se doni që të shtoni djath kaçkavall sipër, do t'ja shtoni 10 minutat e fundit përpara se ta nxirrni nga fura. Nëse s'keni dëshirë, atëherë thjesht piqeni kështu dhe lëreni në këtë mënyrë. Do ta pjekim në 220 gradë për 30-40 minuta. Filetot e mbushura me qofte kanë përfunduar, dalin me të vërtetë me një shije shumë speciale. Provojni se kanë për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.